Në shtëpinë e burrit tim, Vjera vendosi para të gjithëve për jetën time, pa më pyetur dhe aty kuptova se nuk kisha asnjë vlerë. Kur u ulëm në tryezën e darkës në shtëpinë e nënës së burrit tim, nuk e dija që jeta ime do të ndryshonte përgjithmonë. Ishim 32 persona, gjithë familja e tij e zgjeruar, tezet, dajat, kushërinjt, gjyshërit, madje edhe fshinjet e ngushtë nga lagja e Astirit në Tiranë, ku jetonte vjehra ime Drita. Aroma e tavkosit dhe byrekut me spinash mbushte dhomën, muzikë lehtë folklorike luante në sfond dhe të gjithë dukeshin të relaksuar. Unë kisha kaluar 4 orë duke ndihmuar në kuzhinë, duke shërbyer, duke larë pjatat, duke buzëqeshur edhe pse këmbët më dhembnin. Burri im Arben ishte ulur në krahun e nënës së tij, duke qeshur me një shaka që xhaxhai i lirë kishte bërë. Ai nuk ishte ardhur në kuzhinë asnjëherë për të më pyetur nëse kisha nevojë për ndihmë. Kjo ishte normale tani. Pas 3 vjetësh martese, kisha mësuar të mos prisja gjëra të tilla. Pasi të gjithë hëngrën dhe erdhën kafe turke në filxhan të vegjël, Drita u ngrit në këmbë. Ajo ishte grua e lartë, 60 vjeç, por me një prezencë që mbushte çdo dhomë. Flokët e saj të zeza me fije të bardha ishin lidhur në një bishtë rrept, dhe ajo mbante një fustan të zi elegant që jepte ajër autoriteti. Dëgjoni të gjithë, tha ajo, duke trokitur me lugën në filxhan. Kam një lajm të rëndësishëm për familjen tonë. Zemra ime filloi të më rrihte pak më shpejt. Askush nuk më kishte thënë asgjë. Arben më hodhi një vështrim të shpejt, por nuk tha asgjë. Drita vazhdoi me një buzëqeshje që nuk arriti në sytë e saj. Elona dhe Arbeni kanë qenë të martuar prej 3 vjetësh tani. Është kohë që familja jonë të rritet. Kështu që kam vendosur, Elona do të lërë punën e saj në fund të këtij muaji për të fokusuar në të pasur fëmijë. Dhoma u bë e heshtur. Unë ngrira. Çfarë? Fjala doli si një pëshpërim. Kam gjetur tashmë një mjek të shkëlqyer ginekolog, Sokol Brahimaj në klinikën Amerikan një në qendër të Tiranës, vazhdoi ajo, duke injoruar reagimin tim plotësisht. Takimi i parë është të hënën e ardhshme në orën 10:30 të mëngjesit. Do të shkojmë së bashku natyrisht. Ajo më shikoi sikur po më jepte një dhuratë. Dhe kur të lindë fëmia i parë, sepse di që do të jetë një djalë, ai do të jetojë me mua për 2 vitet e para. Kështu Elona mund të pushojë siç duhet dhe të mos e mbingarkojë veten. Unë e kam rritur Arbenin perfekt, di çfarë bëj. Sytë mi shkuan te Arbeni. Ai po shikonte poshtë në filxhanin e tij të kafes. Jo një fjalë, jo një reagim. Pastaj ai ngriti kokën dhe nisi të buzëqeshte. Mam, ti mendon gjithmonë për çdo gjë, tha ai butë. Faleminderit që kujdesesh aq shumë për ne. Ai tha. Unë hapa gojën për të folur, por nuk doli asnjë zë. Rreth tryezës, familjarët filluan të duartrokasin. Tezja Mimoza tha, sa gjë e mrekullueshme, Drita. Ti je vërtet një nënë e përkushtuar. Xhaxhai Gens shtoi, Elona, ti je me faqe ke një vjerë kaq të mirë. Shumë gra do të donin këtë. Kushërira e Arbenit, Blerta, po më shikonte me pak keqardhje në sy, por ajo nuk tha asgjë. Askush nuk tha asgjë. Të gjithë po më shikonin duke pritur që unë të thosha faleminderit. Të shpreha mirënjohje për faktin që një grua tjetër sapo kishte vendosur për trupin tim, për karrierën time, për fëmijën që as nuk e kisha zënë ende dhe për 3 vitet e para të jetës atij fëmije. Atëherë e kuptova. Unë nuk kisha asnjë vlerë në këtë familje. Unë nuk isha Elona, mësuese e gjuhës angleze me diplomë master nga Universiteti i Tiranës, gruaja që fliste 3 gjuhë, që kishte udhëtuar vetëm nëpër Evropë para se të martohej. Unë isha thjesht mitra për trashëgimtar. Një dorë punë falës. Një aksesor për planin e Dritës për të kontrolluar edhe gjeneratën tjetër. Çdo muskull në trupin tim donte të bërtiste, të përmbyste tryezën, të dilte nga ajo shtëpi dhe të mos kthehej kurrë. Por në vend të kësaj, bëra diçka që më shpëtoi jetën, buzëqesha. Faleminderit, Drita, thash me një zë që mezi doli. Ti mendon për gjithçka. Ajo buzëqeshi triumfalisht. Arben më shtrëngoi dorën në tryez, jo në mbështetje, por në lehtësim që unë nuk kisha bërë sken. Atë natë, shtrirë në krahun në shtrat pranë burrit që kishte lejuar nënën e tij të më poshtëronte publikisht, bëra një premtim për veten time. Do të zbuloja saktësisht sa thellë shkonte kjo. Do të mbledhja çdo fakt. Do të kuptoja nëse 3 vitet e fundit ishin aq të helmuara sa dyshoja. Dhe nëse ishte e vërtet, nëse vërtet isha vetëm një mjet për ta, atëherë do t'i tregoja të gjithëve eksaktësisht kush ishte Drita. Jo me britma, jo me lot, por me fakte që askush nuk mund t'i mohonte. 3 vjet më parë, kur Arben më propozoi në një restorant me pamje nga dajti, mendova se kisha gjetur burrin perfekt. Ai ishte inxhinier civil, punonte për një kompani ndërtimi të respektuar në Tiranë, fitonte rreth 130.000 lekë në muaj, një pagë solide. Ai ishte i bukur, me sy kafe të ngrohtë dhe një buzëqeshje që më bënte të ndihesha e sigurt.
Më dëgjonte kur flisja për libra që lezoja, për studentët e mi adolescent që luftonin me gramatikën angleze, për ëndrat e mia për të udhëtuar në Azi një ditë. Do të shkojmë së bashku, më kishte premtuar ai. Çdo gjë që dëshiron, do ta bëjmë së bashku. Martesa jon ishte në pallatin e kongreseve me 250 të ftuar. Vallja jon e parë ishte me këngën e Elvana Gjatës. Kisha ndjelur sikur po notoja, por që në muajin e parë, gjërat filluan të ndryshonin. Ne kishim gjetur një apartament të vogël me një dhomë gjumi në lagjen e Selitës, afër shkollës ku unë jepja mësim. Ishte i vogël por i ynë, ose kështu mendova. Një mëngjes, erdha në shtëpi nga puna dhe gjeta dritën duke riorganizuar dollapet tona të kuzhinës. "Ç'po bën?" pyeta e hutuar. "Po e rregulloj," tha ajo pa ngritur kokën. "Ju nuk e dini si të sistemoni një shtëpi siç duhet. Shi, fara duhet të jenë në anën e djathtë, jo të majtë. Dhe këto pjata janë në vendin e gabuar." Ajo kishte qelsin e shtëpisë tonë. Arben ja kishte dhënë pa më pyetur. Kur e përmenda atë natë, ai tha, "Ajo është nëna ime, Elona. Çfarë ka keq që të ndihmoje?" "Ndihmo bë kontrolli." Ajo erdhi 3 ditë në javë. Pastaj 4. Pastaj çdo ditë. Ajo komentonte mbi mënyrën se si gatuja. "Patatet duhet të priten më holl për këtë recetë. Kjo mish e pulave është shumë e thatë, nuk e dini si ta bëni siç duhet. Në familjen tonë, ne nuk ham kur darkë pas orës 7. Ju po e bëni Arbenin të shëndosh." Unë provova të vendosja kufi. "Drita, vlerësoj ndihmën, por Arben dhe unë duhet të mësojmë të bëjmë gjërat vetë." Ajo buzëqeshi ftohet. "Ti ende nuk kupton si funksionojnë familjet shqiptare të vërteta apo jo? Ti je nga Durrësi. Aty gjërat janë më, si të them, më pak tradicionale." Mënyra se si e tha, sikur Durrësi ishte një vend i huaj, jo vetëm 38 kilometra larg. Pastaj erdhi kontrollimi financiar. 4 muaj pas martesës, Drita na thiri për darkë. Ajo kishte bërë tavë me mish dhe patate, receta e preferuar e Arbenit. Pas darkës, ajo ngjori dokumente. "Kam një surprizë për ju," tha ajo. Ishte një kontratë prone për një apartament me 2 dhoma gjumi në lagjen e Astirit, 5 minuta nga shtëpia e saj. "Kam blerë këtë për ju. 58 milion lekë. Mos u shqetësoni, unë pagova çdo gjë." Unë ngrica. 58 milion lekë ishin rreth 444.000 euro. Një shumë e madhe. "Nuk mund të pranojmë këtë," fillova të them. "Është shumë." "Është e bërë tashmë," tha Drita. "Dokumentet janë në emrin tim, natyrisht, derisa ju të jeni më të qëndrueshëm financiarisht. Por mund të jetoni atje falas." Arben ishte duke buzëqeshur. "Mam, kjo është mahnitse." "Faleminderit." Unë kuptova kurthun menjëherë. Ajo do të zotëronte qatin mbi kokat tona për gjithmonë. Do të hynin në shtëpinë tonë sa herë që donte sepse teknikisht është ajo që zotëronte atë. Ne do të ishim të përgjithshëm mirënjohës, të përgjithshëm në borxh. Por nuk mundja të them asgjë përpara Arbenit, i cili tashmë kishte filluar të fliste për daljen. Ne u zhvendosëm 2 javë më vonë. Ajo kishte zgjedhur edhe mobiljet. "Jam siguruar që gjithçka përputhet me stilin e familjes son," më tha. Unë nuk kisha zgjedhur as edhe një jastëk. Muajt kaluan dhe modeli u thellua. Çdo vendim kalonte nëpër dritën. Kur Arben dhe unë diskutuam për të shkuar në pushime në Sarand për fundjavë, ai harroi derisa I tha nënës së tij. Ajo na telefonoi dhe tha, udhëtimi në këtë kohë të vitit, shumë e shtrenjtë dhe e nxehtë. E jani në shtëpinë tonë verore në Durrës në vend të kësaj. Ne shkuam atje. Kur mora një punë mbrëmjesh duke dhënë mësime private në anglisht për të fituar 70.000 lekë shtesë në muaj, Drita tha se ishte e turpshme që gruaja e Arbenit të duhet të punonte kaq shumë. Çfarë do të mendojnë njerëzit? Arben më kërkoi të refuzoja studentët. Unë bëra. Çdo herë që provoja të protestoja, Arben thoshte, "Pse je kaq e vrazhd me të? Ajo të do." Po përpiqet të ndihmoje. Dhe tani, ulur në atë darkë, të gjitha pjesët ranë në vend. Kjo nuk ishte dashuri. Kjo ishte posedim. Drita nuk më shite si bien që nuk e kishte kur. Ajo më shite si kërcënimin që mund t'ja merrte kontrollin mbi djalin e saj. Prandaj ajo duhet të më shndërronte në diçka që ajo mund ta menaxhonte, një grua pa punë, pa pavarësi financiare, me një fëmijë që ajo mund ta merrte të lidhur përgjithmonë me nevojë dhe varësi. Dhe Arben ishte aq I ngulitur në të qenit djali I mirë që ai nuk mund ta shite se po më sakrifikonte në altar të kënaqësisë së nënës së tij. Ditën tjetër ishte e shtunë. Arben kishte dalë me mish për kafe në blok. Unë isha vetëm në apartament. Hapa kompjuterin tim dhe fillova të kërkoja. Si të mbledhësh prova për manipulim emocional. Të drejtat ligjore të grave në Shqipëri. Si të diplomohesh kur familja kontrollon financat. Lexova për orë të tëra.
Pastaj shkova në një dyqan elektronike në qendrën tregtare Tirana e Azgate. Bleva 3 gjëra, një gravues audio të vogël digital për 8500 lek, një hard drive të jashtëm për 5000 lek dhe një kamera e vogël sigurie që dukej si një karikues telefoni për 10400 lek. Gjithsej 23900 lek, pothuajse gjithë kursimet e mia personale të fshehura. Ktheva në shtëpi dhe fsheja gravuesin në një lule artificiale në raftin në dhomën e ndenjes. Vëra kamerën karikues në prizë pranë televizorit, ku askush nuk do ta dyshonte. Dhe fillova të dokumentoja gjithçka. Çdo herë që drita vinte, gravuesi punonte. Çdo mesazh në Viber ose WhatsApp ku ajo fliste për mua, bëja screenshot dhe e ruaja në hard drive. Çdo herë që ajo hyni në shtëpinë tonë pa trokitur, kamera regjistronte kohën dhe datën. Isha bërë hetues në jetën time. Java e parë prodhoi 6 vizita nga drita, 3 gravime audio, 11 screenshot nga një grup Viber familjar që Angela, gruaja e vëllait të Arbenit, ma kishte përcjell fshetas pasi kuptoi se ajo po vuante të njëjtën gjë. Në atë grup, drita shkruante gjëra si: Elona mendon se është e zgjuar sepse ka studiuar në universitet, por nuk di as të pastrojë një shtëpi siç duhet. Dhe shpresoj që kur të ketë fëmijë, do të bëhet më pak egoiste. Arben ishte në atë grup. Ai kur nuk e mbronte. Shpesh shtonte emojis qeshës. Java e dytë, 8 vizita, 4 gravime. Një prej tyre ishte drita duke folur me Arbenin kur ata mendonin se unë isha në dush. Kjo vajzë në dursi nuk të meritonte, tha ajo. Por të paktën mund të na jap nipër. Arben ju përgjigj, e di, mam. Por ajo është e mirë me mua. Dhe është e bukur. E bukur nuk mjafton, ja ktheu drita. Familja është ajo që ka rëndësi. Dhe ti e di se unë do të jem gjithmonë numri 1 në jetën tënde, apo jo? Patjetër, mam, tha Arben. Ti ke qenë gjithmonë aty për mua. Nuk do të isha asgjë pa ty. Dëgjova këtë gravim 3 herë, ulur në dysheme të banjës me kufje. Çdo herë që doja të besoja se ndoshta e kishte dëshiruar atë në mënyrë të mirë, gravuesi më rikujtonte të vërtetën. Ky nuk ishte një keqkuptim kulturor. Kjo ishte abuzim i qëllimshëm. Dhe burri im ishte bashkëpjesëmarrës i gatshëm. Javat e treta dhe të katërta sollën më shumë të njëjtat, komente se si gatunja, se si mbaja peshën time, ajo po shtohet, duhet ta vësh në dietë, se si vishja shumë moderne, duket si vajzat që nuk kanë respekt për veten, se si flisja kjo thek si dursit i saj, aq i vrazhd. 10 gravime në total, 37 screenshot shtesë. Dhe një zbulim i ri, drita kishte qenë duke folur me një avokat për mënyrën se si të sigurohej që nëse Arben dhe unë do të ndaheshim ndonjëherë, unë nuk do të merrja asgjë. Shtëpia është në emrin tim. Ai nuk ka asgjë tjetër me emër. Ajo nuk mund të pretendojë asgjë, kishte thënë ajo. Javën e 5, ndodhi diçka që më shtiu më tej, Angela erdhi në shtëpinë time, duke qarë. Nuk mund ta duroj më, tha ajo. Drita ka bërë të njëjtën gjë me mua për 7 vjet. Kontrollon çdo gjë ku jetojmë, si rrisim fëmijët, madje edhe rroba që ata veshin. Burri im, Gensi, thjesht I pëlqen. Ai mendon se kjo është normale sepse kështu ishte gjithmonë. Ne çam së bashku. Pastaj Angela më tha diçka që më ngriu gjakun. Ajo ka thënë para meje se kur ti të kesh fëmijë, planifikon ta marrë. Jo për një vit ose 2, por për gjithmonë. Dëshiron ta rrisë si fëmijën e saj sepse nuk beson që ti je mirë mjaft. Atë natë, mora një vendim. Kjo nuk mjaftonte vetëm të divorcohesha dhe të largohesha. Drita do të vazhdonte të bënte këtë me gratë të tjera, me gruan e ardhshme të Arbenit, me gratë e djembe të kushërinjve, me gjithkën që ajo mund të kontrollonte. Duhet I tregohej që sjellja kjo kishte pasoja. Duhet ta poshtëroja aq publikisht sa ajo më kishte poshtëruar mua. Dhe e dia saktësisht se kur, jubilei I saj 60 viteve që ishte 5 javë larg. Kur Drita më tha për jubileun e saj, sytë e saj shkëlqenin me pritje. Do të jetë një ngjarje e madhe, tha ajo. 80 të ftuar. Familja, mish nga xhamia e namazgjas, fshinjet, kolegët e Arbenit. Do të jemi në sallën e restorantit, era në lagjen e Astirit. Dhe Elona, ajo u përkul përpara, duke më prekur dorën, do të doja që ti të ndihmosh në organizim. Kjo do të jetë shansi ju të tregosh se mund të jesh pjesë e kësaj familje me të vërtetë. Ajo buzëqeshi, por në sytë e saj kishte një sfidë. Kjo ishte një test. Ajo donte të më shihte duke shërbyer, duke u përulur, duke provuar vlerën time para të gjithëve. Do të nderosha, thash, duke buzëqeshur aq gjerësisht sa më dhemnin faqet. Ç'mund të bëj? Oh, shumë gjëra, tha Drita. Mund të ndihmosh në koordinimin me restorantin, në zgjedhjen e menus, në sigurimin që të gjitha tryezat të jenë të rregulluara bukur. Dhe gjatë eventit natyrisht do të jesh mikpritëse, do të përshëndesësh njerëzit, do të shërbesh, do të sigurohesh që të gjithë janë të kënaqur. Ajo nuk tha kur.
ti do të ulesh dhe të gëzosh festën. Sepse unë nuk isha e ftuar. Unë isha stafi. Tingëllon perfekt, i thash. Dhe mendoja, sa bukur do të ishte nëse ne mund të tregojmë disa foto të vjetra familjare gjatë darkës, mund të bëj një prezantim të vogël në kompjuter me muzikë. E kam bërë për shkollën tonë dhe të gjithëve u pëlqeu. Fytyra e dritës u ndriçua. Çfarë ideje të mrekullueshme. Po, bëja atë. Do të duash foto prej kur Arben ishte i vogël të familjes të gjyshërve. Kam kuti plot me to. Do t'i sillemi. Ajo ishte aq e emocionuar që nuk e pa kurthën. Unë po i kërkoja akses në çdo detaj të eventit. Dhe ajo ma jepte me dëshirë. Javët në vijim u zhyta në përgatitjen. Takova me menaxherin e restorantit era dhe konfirmova detajet, por në të vërtet pyeta për prizat elektrike, për availability e projektorit, për lajout të saktë të sallës. Shkova te drita 3 herë për të marrë fotot dhe secilën herë vendosa gravuesin tim në çantën time të hapur, duke kapur çdo bisedë. Një nga ato gravime ishte arte e pastër. Drita po fliste me motrën e saj, Lulieta. Kur Elona të shtatzënohet, do ta bind Arbenin që është më mirë që unë ta marr fëmijën për 2 vitet e para. Do t'i them se ajo ka nevojë të shërohet, të kthehet në punë nëse dëshiron. Por kur fëmia të jetë me mua për aq kohë, do të jetë më shumë i imi se sa i saj. Dhe nëse ajo nuk përshtatet, Arben mund të divorcohej dhe unë do të mbaja fëmijën. Ajo nuk ka para për të luftuar në gjykat. Është perfekt. Mora atë gravim dhe ruajta në 3 vende të ndryshme. Kjo ishte plumbi i artë. Kjo ishte prova që plani i saj nuk ishte asgjë për dashje familjare, ishte rrëmbim i planifikuar. E ligjshme, por rrëmbim. Dhe unë do të siguroja që çdo person atë sallë ta dëgjonte. Gjithashtu fillova të përgatisja në mënyra të tjera. Kontaktova një avokate, Dorina Shehu, e cila specializohej në çështje divorcesh dhe të drejta grash. I tregova çdo gjë. I dhash kopje të gravimeve, të screenshots, të incizimeve të kamerave. Kjo është një rast i qartë i manipulimit dhe kontrollimit koersiv, tha ajo. Këto prova janë të shkëlqyera. Nëse vendos të divorcoheshesh, do të kemi një pozicion shumë të fortë. Edhe pse shtëpia është në emër të vjehrës, kontrolli emocional dhe financiar që ajo ka ushtruar mbi ty mund të argumentohet si dëm kompensues. Mund të kërkojnë dëmshpërblim për vuajtje emocionale, rreth 8 deri në 10 milion lekë. 10 milion lekë, përsërita. Ishin afërsisht edhe 10.000 euro. Po, dhe mundësisht më shumë nëse gjykata sheh shkallën e dokumentimit, tha Dorina. Por më rëndësishme do të jesh e lirë. Ajo nuk do të ketë asnjë kontroll mbi ty pas kësaj. Nënshkrova kontratën atje. Pagova 50.000 lekë si depozit nga kursimet e mia sekrete. Ndjeva për herë të parë në 3 vjet se po merrja fuqinë time mbrapsht. 2 javë përpara jubileut, drita më thirri. Elona, kam një gjë tjetër që dua nga ti, tha ajo. Gjatë darkës, pas prezantimit të fotove, dëshiroj që ti të bësh një fjalim të shkurtër. Diçka për sa mirë njoh se je që u bëre pjesë e familjes son. Për sa shumë kam të bëjtur për ty. Ajo po më jep të shpatën që do të përdorja për ta vrarë metaforikisht. Patjetër, i thash. Do të jetë nderi im. Natën, në kompjuterin tim, fillova të ndërtoj prezantimin e vërtet. Nuk ishte vetëm foto të vjetra familjare, edhe pse i futa ato në fillim për ta bërë të duket legjitime. Ishte një kronologji e dokumentuar e 3 viteve të kontrollit, manipulimit dhe poshtërimit. Slide një 5, foto familjare të pafajshme. Slide 6, por ka diçka që nuk e dini. Slide 7, 25, screenshots të mesazheve të dritës duke më sharë. Slide 26, 30, transkriptet e gravimeve audio më të rënda. Slide 31, 35, incizime video të dritës duke hyrë në shtëpinë tonë pa leje në datash dhe orë të sakta. Slide 36, dhe plani i saj i vërtet. Slide 37, 20, transkripti i plot i bisedës me motrën e saj për marrjen e fëmijës tim. Slide finale, Elona Marku. E lirë, e fort, dhe tani e divorcuar. E kontrolluara 10 herë. E provova me Angela, e cila qau dhe më tha, jetrim. Unë dëshiroj ta bëja këtë, por nuk e kam guximin. Do ta kesh, i thash. Vetëm prit. Pas kësaj, gjërat do të ndryshojnë për të gjitha ne. Natën para jubileut, nuk flija dot. Arben fshim pranë meje, tërësisht i panjohur për atë që do të ndodhte. Pjesa e tmerrshme ishte se ai vërtet nuk e shihte asgjë të keqe me asnjë nga kjo. Ai mendonte se kjo ishte normal. Mendonte se nëna e tij e donte. Mendonte se unë duhet të isha mirënjohëse. Unë e shikova në errësirë dhe ndjeva asgjë. Dashuria kishte vdekur aq gradualisht sa unë nuk e kisha vënë re derisa ishte plotësisht e zhdukur. Çfarë mbeti ishte vetëm vendosmëri. Në mëngjes, vishe një fustan të zi elegant që kishte blerë me paratë e mia.
I thjesht, por i bukur. Vëra ma kelp me kujdes. Doja të dukeshin e qetë, e përkryer, e kontrolluar. Doja që kur njerëzit të kujtojnë atë natë, të kujtojnë një grua që nuk u shem, por që u ngrit. Arben më pa dhe tha, duke me bukur. Mam do të jetë e lumtur. Unë vetëm buzëqesha. Arritëm në restorantin era në ora 6 pas dite. Salla ishte e zbukuruar me lule të bardha dhe të verdha, ngjyrat e preferuara të dritës. Tryezat ishin të veshura me pëllura të bardha, qirin të vezullonin, një lavjerës me foto të dritës në për vite rrotullohej tashmë në një ekran të vogël në hyrje. 80 njerëz do të vinin. Unë i kisha numëruar emrat në listë. 80 të shmitar. 80 njerëz që do të shinin dritën për atë që ishte. Vendova kompjuterin tim pranë projektorit. Menaxheri më dha telekomandën. A keni nevojë për ndonjë ndihmë? Pyeti. Jo, faleminderit, i thash. E kam bërë këtë mira herë. Lidhja laptopi me projektorin dhe e testova. Ekrani i madh në shkëlqeu në jetë. Perfekt. Futa një kod fjallëkalimi në laptop që vetëm unë e dija. Askush nuk do të mund të ndalte prezantimin pasi të fillonte. Mysafirët filluan të mbërrinin në orën 7. Familja e dritës, fshinjët, miqt nga xhamia me shami të bardha dhe fustan të modest, kolegët e Arbenit me kostume. Të gjithë përshëndetën dritën me buzëqeshje dhe dhurata. Ajo mbante një fustan ngjyrë ari që e bënte të dukej si një mbretëresh. Arben qëndroi pranë saj, djali i përkryer. Unë qarkullova, duke përshëndetur, duke drejtuar njerëzit në tryezat e tyre, duke siguruar që pjacat e meze u linj, djathi bardh, salc, suflashe të vegjël ishin plot. Rolja ime. Shërbëtorja e mirë. Darka u shërbyer në orën 8. Tavëkosi me aromë trumze dhe borzilok, qofte të buta me spec dhe domate, byrek me spinash dhe djath që shkrin në gojë, sallat jeshile me uthull dhe vaj ulliri. Vera rrëdhër, rakia u derdh, kafja turke erdhi në valë. Drita ulej në krye të tryezës kryesore, buzëqeshte si dielli, duke falenderuar të gjithë për ardhjen. Ju jeni familja dhe miqtë mi më të dashur, tha ajo. Jeni arsyeja që kam arritur 60 vjet plot dashuri dhe bekime. Duar trokitje. Në orën 9:30, Arben u ngrit dhe trokiti gotën e tij. Të gjithë tani do të kemi një surprizë të veçantë. Gruaja ime, Elona, ka përgatitur një prezantim të bukur për të festuar jetën e nënësime. Elona, ai më shikoi me krenarje. Mendoj se kjo do të ishte një tribut. Mendoj se unë isha përgjithmonë e nënshtruar. U ngrita dhe shkova te laptopi. Zemra më rrite aq fort sa mendova se të gjithë mund ta dëgjonin. Por duart e mia nuk dridheshin. Mora mikrofonin nga menaxheri. Dhoma u qetësua. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu sonte, fillova me një zë të qëndrueshëm. Drita më kërkoi të bëja diçka të veçantë për jubileun e saj. Dhe kam. Por përpara se të filloj, dua t'ju them një gjë. Për 3 vjet kam qenë e heshtur. Kam buzëqeshur kur nuk duhej. Kam pranuar gjëra që asnjë grua nuk duhet t'i pranoje. Por sonte, heshtja përfundon. Disa vetullat u ngritën. Drita po më shikonte me konfuzion që fillonte të kthehej në alarm. Çfarë po bën? Përshpëriti ajo. Arben u ngrit gjysmë nga karrige e tij. Elona! Klikova butonin. Ekrani shkëlqeu. 5 foto të para ishin sikurse premtuar drita e re me fëmijët e saj në dasma në festa. Njerëzit buzëqeshin. Pastaj erdhi slide 6, por ka diçka që nuk e dini. Dhoma u qetësua plotësisht. Slide 7, strehenshet një mesazh nga drita në grupin familjar. Elona mendon se është e zgjuar sepse ka studiuar në universitet, por nuk di as të pastrojë një shtëpi siç duhet. Një gunga. Slide 8, tjetër mesazh. Shpresoj që kur të ketë fëmijë, do të bëhet më pak egoiste. Slide 9, kjo vajzë na dursi nuk e meriton të Arbenin, por të paktën mund të na jap nipër. Njerëzit filluan të kthente kokën midis ekranit dhe dritës. Ajo ishte zbet. Ndalo këtë, bërtiti ajo. Ndalo me një herë. Nuk mund, i thash qetësisht në mikrofon. Prezantimi është i mbyllur me kod. Vetëm duhet të shikoni. Klikova. Slide 10, 15 ishin më shumë mesazhe, duket si vajza që nuk kanë respekt për veten. A që shëndosh tani, duhet ta vëm në diet. Kjo theksi dursit i saj, aq i vrazhd. Pastaj erdhen gravimes audio. Zëri i dritës derdhi nga altoparlantet. Kjo vajzë na dursi nuk të meritonte, por të paktën mund të na jap nipër. Dhe Arben, e di, mam, por ajo është e mirë me mua. Drita, e bukur nuk mjafton. Familja është ajo që ka rëndësi. Dhe ti e di se unë do të jem gjithmonë numri 1 në jetën tënde, apo jo? Arben, patjetër, mam. Dhoma shpërtheu. Njerëzit po murmurinin, po bënin thirrje, po tronditeshin me kokë.
Xhaxhai i lirë tha me zë të lartë, "Ç'është kjo?" Arben ishte në këmbë, fytyrë kuqe. "Elona, mjaft. Hiqe këtë." "Jo," i thash thjesht. "Ne jemi vetëm në mes." Vijuan incizime video. Drita duke hyrë në apartamentin tonë në ora 10 e mëngjesit në një të martë, datë dhe kohë e stampuar. Patrokitur. Duke hapur dollape. Video tjetër, ora 4 pasdite të enjte. Sërish patrokitur. Duke kritikuar mënyrën se si kisha palosur rroba. Video e tretë, duke folur me Arbenin kur mendonte se unë nuk isha atje. Duhet ta kontrollosh më shumë. Ajo po bëhet shumë e pavarur. Pastaj erdhi pjesa finale. Transkripti i bisedës me motrën Lulieta. Zëri i dritës, kur Elona të shtatzënohet, do ta bind Arbenin që është më mirë që unë ta marr fëmijën për 2 vitet e para. Do t'i them se ajo ka nevojë të shërohet, të kthehet në punë nëse dëshiron. Por kur fëmia të jetë me mua për aq kohë, do të jetë më shumë i imi se sa i saj. Dhe nëse ajo nuk përshtatet, Arben mund të divorcohej dhe unë do të mbaja fëmijën. Ajo nuk ka para për të luftuar në gjykat. Është perfekt. Heshtje absolute. Pastaj kaos. Disa gra filluan të bërtasin në dritë. Si guxove? Kjo është sëmundje. Xhaxhai Genc, që më parë kishte thënë se isha me fat, tani po shikonte dritën me neveri. "Drita, çfarë ke bërë?" Genci, vëllai i Arbenit, u ngrit me fytyrë të kuqe. "Nën, ti shkove shumë larg. Kjo është e tmerrshme." Angela po çante, por me lehtësim. Disa prej grave të tjera po e përqafonin. Ato e dinin. Ato kishin vuajtur ngjashëm. Drita u përpoq të flas. Kjo nuk është, ajo ka shtrembëruar gjithçka. Unë e dua Elonën. Jam duke u përpjekur ta ndihmoj. Duke vjedhur fëmijën e saj, bërtiti dikush. Duke e quajtur parazit, shtoi një tjetër. Ajo të regjistroi për 3 muaj, tha Tezja Mimoza, zëri i saj i dridhur. 3 muaj të asaj që vërtet mendon. Arben erdhi drejt meje. "Si mundesh?" po belbëzonte ai. "Si mundesh të poshtërosh nënën time kështu në ditën e saj të veçantë?" Unë e shikova drejt në sy. Siç ajo më ka poshtëruar çdo ditë për 3 vjet. "Ndryshimi është se tani gjithë bota e di." "Ti e nxore jashtë konteksti," insistoi ai. "Ajo nuk e mendoi." 16 gravime e prera unë. 47 screenshot. 9 video. Çdo gjë e datëzuar, e kohëzuar dhe e vërtet. Këto nuk janë jashtë konteksti, Arben. Ky është konteksti. Dhe ti e dije. Ti ishe atje për shumicën e tyre. Ti qeshe. Dhe ti kur, asnjëherë nuk më mbrojti. Fytyri ti u çudit, sepse ai e dinte që ishte e vërtet. Ai hap gojën, pastaj e mbylli. "Çfarë mund të thoshte?" Provat ishin absolute. Mora mikrofonin sërish. "Para se të largohem, dua t'ju them një gjë të fundit. Nuk po bëj këtë vetëm për mua. Po e bëj për çdo nusen që ka qenë e kontrolluar. Për çdo grua që i është thënë se respekti për vjeherën do të thotë sakrifikimi i vetvetes. Për çdo vajzë që do të martohet në këtë familje në të ardhmen. Drita, ti nuk je nën mbrojtëse. Ti je një manipulatore e aftë. Dhe sot, në moshën 60 vjeç, para 80 dëshmitarëve të gjithë e din." Mora çantën dhe fillova të eca. Derisa arrita në derë, dëgjova dritën duke qarë, jo ka pendim, por nga hidhërim të kapet. Ajo po bërtiste se unë kisha shkatëruar gjithçka, se unë isha e pamirë. Njohëse, se ajo kishte bërë aq shumë për mua. Asnjë goditje, asnjë kërkesë falje. Madje edhe tani, ajo nuk mund ta shikonte. Dilova në ajrin e natës. Ishte muaj i maj, dhe era ishte e ngrohtë. Një djalosh riu me telefon po filmonte duke dalë. Ajo sapo u ngarkua në TikTok, tha ai. "Ke qenë mahnitse." Unë vetëm e falenderova dhe vazhdova. Pas 30 minutash, telefoni im shpërtheu. Misht, kolegët, numra që nuk i njihja. Por jo Arben, jo Drita. Ata e dinin se kishin humbur. Javën tjetër, takova Dorina Sheu në zyrën e saj. "Videot janë bërë virale," tha ajo. 4.200.000 shikime deri më tani, vetëm në platformën kryesore. Media po raporton. Kjo mund të na ndihmojë shumë në gjykat. Dorëzuam dokumentet e divorcit. Arben nuk i kundërshtoi. Në fakt, avokati i tij u përpoq të negocionte një zgjidhje të shpejtë. Ata nuk donin që kjo të shkonte në proces publik. Shumë vonë për atë. Isha dakord në një gjë, nuk doja asgjë që Drita kishte prekur. As shtëpinë, as mobiljet, as asgjë që mund të më lidhte me të përgjithmonë. Por kërkova kompensim për dëmtim emocional. Gjykata shikoi provat. Gjykatësja, një grua në të 60-tat, lexoi transkriptet me një shprehje gjithnjë më të ashpër. 3 muaj më vonë, vendimi erdhi. Divorci i dhënë. Dhe,
8.500.000 lekë kompensim për kontroll koersiv dhe dëmtim emocional. Ishin afërsisht 68.000 euro. Gjykata gjen se vjera e paditëses ushtroi kontroll të paligjshëm mbi jetën e saj, shkruan të vendimi. Edhe pse shtëpia është në emër të vjehrës, përdorimi i saj si mjet kontrolli dhe kërcënimi konstituon abuzim. Paditësja meriton kompensim. Kur Dorina ma lexoi, qava për herë të parë që kur kjo kishte filluar. Jo nga pikëllimi, nga lehtësimi. Dikush më kishte besuar. Dikush kishte parë. Me parat, bleva një apartament të vogël me një dhomë zhumi në blok. Ishte imi, vetëm imi. Asnjë shenjë hipoteke, asnjë emër tjetër në titull, asnjë kontroll. E dekorova me ngjyra që më pëlqenin, boje jeshile të butë, perde të verdha, fotografi nga udhëtimet e mia. Çdo mëngjes zgjohesha dhe nuk ishte askënd që të më thoshte se si ta jetoja ditën. Isha 33 vjeç dhe po filloja jetën për herë të parë. Shkolla më dha një ngritje, drejtoresh e departamentit të gjuhëve të huaja. Paga ime u rrit në 170.000 lekë në muaj. Fillova terapi me një psikolog në qendrën Oracu në Tiranë. Doktor Alma Leka më ndihmoi të kuptoj se ajo që kisha përjetuar kishte një emër, abuzim emocional dhe financiar. Ti nuk e faj, më tha ajo në takimin ton të parë. Kontrolli i tillë ndodh gradualisht. Bëhet e padukshme, derisa je zhytur kaq thellë, sa nuk mund të shikosh lart për të parë dritën. Ti gjete rrugën për të dalë. Kjo është jashtëzakonisht e rrallë dhe e fortë. Drita dhe Arben u përpoqën të më kontaktonin disa herë. Arben dërgoi 7 mesazhe në 3 muaj. Elona, më vjen keq. Nuk e kuptova. Të lutem, mund të flasim. Asnjë përgjigje. Nëna ime e teproi, por ajo nuk e mendoi. Ti e di se ajo vjen nga një brez tjetër. Delete. Më mungon. Ti e gruaja ime. Jo më. Drita u përpoq të dërgonte ndërmjet Suez, motrën Lulieta, Xhaxha Ilir, madje edhe priftin nga xhamia. Të gjithë ju thashë njëjta, asnjë falje nuk pranohet. Asnjë dialog nuk do të ndodhë. Ajo që bëri ishte e qëllimshme, e planifikuar dhe mizore. Unë po shkoj përpara. Prifti më tha, falësimi është një virtyt. Ashtu edhe kufit, ju përgjigja. Dhe të mitë janë të patundshme. Muajt kaluan. Vera erdhi. Fillova të dalë përsëri, jo për të gjetur dik, por për të gëzuar lirin. Shkova në plazhet e Jonit me shoqen time Arta nga shkolla. Notam në Ksamil, hëngrëm peshë të pjekur në restorantet pranë detit, qeshëm derisa na dhembnin barqet. Ti e kaq ndryshe tani, më tha Arta një ditë. Dukesh e lehtë, sikur ke hedhur një rrobe të rëndë. E kam, i thash, dhe nuk do ta vesh kurrë më. Në shtator, një koleg i ri u bashkua me departamentin ton, Endrit Dervishi, mësuesi matematikës. Ai ishte 36 vjeç, i divorcuar prej 2 vjetësh, me një vajzë të 8 vjeçe që jetonte me të gjysmën e kohës. Ai ishte i qetë, i sjellshëm dhe e trajtonte çdo grua që punonte me ne me respekt të plot. Një ditë, më futi një kafe në sallën e mësuesve. Kam dëgjuar për atë që ndodhi, tha ai. Jo detajet, vetëm se kalove diçka të vështirë. Vetëm doja të them, respektoj guximin tënd. Nuk kishte thirrje për darkë, asnjë presion. Vetëm njohje. Dhe kjo më bëri të ndjeja më shumë respekt se sa kisha ndjerë në 3 vjet martese. Ne filluam të flisnim më shumë në drek, në pushime kafe, në takime departamenti. Ai dëgjonte kur flisja. Nuk më ndërpreu. Nuk më korektoi. Nuk më tha se si ta mendoja ndryshe. Thjesht dëgjonte. Dhe kur ai ndau historinë e tij, një martesë ku ish gruaja e tij e tradhtoi me një koleg, ku luftoi për kujdestarinë e vajzës së tij dhe fitoi, unë e kuptova se ky ishte një person që e dinte se çdo të thotë të luftosh për veten tënde. Në nëntor, ai më ftoi për darkë. Jo si një date, shtoi shpejt. Vetëm si miq. Nëse je rehatshme. Po, i thash. Jam. Ne shkuam në restorantin Mulligjiu, një vend i vogël me ushqim tradicional shqiptar. Hëngrëm tavë dhe u me mish viçi dhe qep karamelizuar, pinëm verë të kushe nga berat dhe folëm për gjithçka, për librat që lexonim, për muzikën që dëgjonim, për ëndrat që mendonim se kishin vdekur por që ndoshta mund të ri për të riheshin. Në fund të darkës, ai tha, dua të jemi ndershëm. Më pëlqen, por e di që ke kaluar trauma. Nuk ka ngud. Nëse dëshiron vetëm miqësi, kjo është perfekt, por nëse ndoshta një ditë dëshiron më shumë, do të jem këtu. Ai nuk kërkoi përgjigje menjëherë. Nuk më shtiu. Nuk bëri llogarit për mua. Më dha mundësinë për të zgjedhur. Dhe kjo zgjedhje, aftësia për ta bërë atë pa presion, pa kontrolli, pa frikë, ishte gjëja më e bukur që kisha ndjerë ndonjëherë. Më jep kohë, i thash. Por, faleminderit. Për të qenë i durueshëm. Ai buzëqeshi. Merr gjithë kohën që të duhet. Kaluan 6 muaj të tjerë.
Ne dola më shumë kinema, shëtitje në parkun e madh, ekspozita arti në galeri kombëtare. Ai më takoi me vajzën e tij, Luana, një fëmijë e gëzueshme e bukur që më pyeti nëse njihja historitë të princeshave. Unë i tregova për Teuta mbretëreshën ilire, një luftëtare që sundoi detin. Sytë e Luanës u ndritën. Ajo tingëllon si superheron. Ajo ishte, i thash. Endrit më shikoi me diçka që i ngjante admirimit. Në maj, një vit i plot pas jubileut, Endrit më propozoi. Nuk ishte dramatike. Ishim duke ecur përgjatë bulevardit në blok, duke ngrëna kullore nga gelateria Tirana. Elona, tha ai, duke ndaluar. Nuk dua të shtyj, por dua të dish se të shoh si partnere për jetën. Si dikush që më respekton dhe që unë respektoj. Si dikush që e di vlerën e saj dhe që nuk do të lejoj asnjëherë që dikush ta ulë atë. Nëse një ditë do të martoheshim, do të ishte një partnership i vërtet. Vendime të marra së bashku. Jo nana ime, jo ish partneri yt, jo askush tjetër. Vetëm ne. Çfarë thua? Qava, por këtë herë nga lumturia. Po, i thash. Po, dua atë. Ne u fesuam një muaj më vonë në një ceremoni të vogël me vetëm miqt më të afërt dhe familjet. Nëna ime nga dursi qau nga gëzimi. Babai im, një njeri i qetë që rallë tregonte emocion, më tha, jam krenor për ty. Për forcën që tregove, për jetën që ndërtove. Ato fjalë doni më shumë se sa çdo gjë. Arben dëgjoi për fejesën nga media sociale. Ai dërgoi një mesazh të fundit. Shpresoj që je lumtur. Unë kam gjëra që duhet të kisha bërë ndryshe. Shumë gjëra. Të uroj të mirat. E lexova dhe nuk ndjeva asgjë. As zemërim, as kënaqësi nga hakmarrja, as pikëllim. Thjesht neutral. Ai ishte një kapitull i mbyllur. Delete. Sa për dritën e mësova nga Angela se ajo u tërhosh nga shumë prej aktiviteteve të saj sociale. Xhamia ende e mirë priti, por shumë prej grave e shmangën. Fqinjët nuk më ftonin për kafe. Në takimet familjare, ajo pranohej, por me ftohësi. Reputacioni i saj si nëna perfekte ishte shkatëruar. Dhe sipas Angela, ajo nuk ishte kërkuar falje asnjëherë me sinqeritet. Vetëm justifikohej, fajsonte, minimalizonte. Ajo ende nuk e kupton, më tha Angela. Mendon se ti e shkatërrove, jo që ajo vetë e bëri. Unë tundja kokën. Njerëzit si ajo rrallë kuptojnë. Por kjo nuk është problemi im më. Sot, jam 34 vjeç. Jam e martuar me një njeri që më respekton, që më dëgjon, që më shikon si të barabartë. Ne jetojmë në një apartament që bleme së bashku, jo në emër të nënës së dikujt, por tonin. Punoj një punë që e dua, ku jam vlerësuar për aftësinë time. Kam miq që më mbështesin, një terapeut që më ndihmoj të shëroj, dhe një të ardhme që nuk kontrollohet nga askush veç meje. Dhe çdo herë që një vajzë re vjen te unë, një studente, një koleg, një e njohur, dhe më tregon se ndjehet e pafuqishme në lidhjen e saj, e ulur e kontrolluar, unë e di saktësisht çfarë t'i them. Nderi nuk vjen nga familja në të cilën lindesh ose nga ajo në të cilën martohesh, i them. Vjen nga forca me të cilën zgjedh të largohesh kur nuk të respektojnë. Vjen nga të diturit të vlefshme. Dhe mos lejo kur që askush, as vjehra, as burri, as kultura, as tradita të bindë se të qenit e respektuar është shumë për të kërkuar. Nuk është minimumi absolut. Dhe kur ato më pyesin nëse pendohem që e bëra aq publike që e poshtërova dritën para aq shumë njerëzve që shkatërova jubileun e saj, u them të vërtetën. Jo as një sekond. Sepse heshtja ime nuk do ta kishte ndryshuar. Ajo do të kishte vazhduar. Me mua, me gratë e tjera, me gjeneratën tjetër. Ndonjëherë dashuria nuk mjafton për të ndaluar abuzin. Ndonjëherë vetëm drita e ndershme, e ashpër dhe publike së vërtetës mund ta bëjë. Unë ndeza atë dritë. Dhe nëse kjo e shpëtoi edhe një vajzë tjetër nga vitet e humbura nën kontroll, atëherë çdo sekonde asaj nate ja vleti. Kjo është historia ime. Jo e një gruaje që u shkatërua, por e një gruaje që u ngrit, që luftoi dhe që fitoi jo duke qenë hakmarrëse, por duke qenë e vërtet. Sepse në fund, drejtësia nuk është kurrë për hakmarrjen. Është për të siguruar që e keqja nuk vazhdoi pa kontrolluar. Është për të thënë me zë të lartë, unë jam këtu. Kam vlerë dhe nuk do të heshtas më.